Përshëndetje për të gjithë ju të nderuar të pranishëm. Mirë se keni ardhur në manifestimin tradicional kulturor ditët e agimit 2026. Fjala përshëndetje vjen nga kryetari I Këshillit të Fshatit, Zoti Qahil Halimi. Kush? Krisnani. Të nderuar pjesëmarrës, para se ta marrë fjallën, kemi nderën e knaqësinë që për parë ta ndëgjojmë zërin e lirisë, zërin e Ramadanit, I cili I pari e ka ditë që liria do t'jenë. Shqipta. Isnike, mbretëria qëllimtare e Kosovës është e pamposhtur, do ta fitoj. Mbështetër. Ju ne do ta fitoj. Do fitojnë ajo, do të fitojnë atë sigurt. Asnjëherë nuk kam thonën do të fitojnë se se këndim sa po punojnë. Edhe këndim që sot që punojnë në qëtër punë lypet. E këta është të thumë që fitojnë. Mos të pyqje dhe dita kur shpa dhe gorja. I nderuar kryetari komunës së Gjilanit, Zoti Alban Hyseni, në përkujdesin e të cilit organizohet manifestimi tashmë tradicional kulturor ditët e agimit 2026. Përshëndetje familja e kryeheroit Agim Ramadani, familja e Idris Seferit, familja e Shaban Esami Ukshinit, familja e Sali Qekut që është prezent sot këtu me ne, të nderuar pjesëmarrës. E nderuara Zavens kryeministre, bija e kryeheroit Isuf Gërvalla, Donika Gërvalla. I nderuar komandant I brigadës 138 Agim Ramadani, Zoti Rustem Berisha, me bashkëluftëtar, me ushtar e invalid që I ke sot me veti dhe që 27 vite je bashkë me një në fshatin Zhegër. Përshëndetje për ministër Andin Hotin, Dbirin e kryeheroit më të madh shqiptar Ukshin Hoti. Përshëndetje për kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Zotin Lumir Abdigjiku, Lutfi Hazirin, General Brigade Dr. Sefer Isufi, këtu që 27 vite më parë e kemi një heroin që pak është shkru për te, pak është lezu për te, mirë po e kemi obligim si Gryke Karadokët të Sigjilan, bashkëluftaren e Ademja Sharit, ditët para Shqipe Selimin, bashkëshortën e Recep Selimin. Përshëndetje edhe për kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, Enkel Rexhepi. Të nderuar familjar të heroit, të nderuar bashkëlufttar, I nderuar popull I shkëlqyshëm shqiptar, motra dhe vëllezër. Sot jemi mbledhur këtu me respektin më të madh për të përkujtuar dhe nderuar ditëlindjen e heroit kombit Agim Ramadani. Një emër që do të mbetet përjetësisht I skaditur në historinë e kombit. Agim Ramadani nuk ishte vetëm një luftëtar. I madh, por ishte simbol I trimërisë, sakrificës dhe dashurisë të pafund për atë dheu. Ai jetoi me idealin e lirisë dhe dha gjithçka nga vetja që ne të jetojmë lirë, me dignitet dhe krenari. Emri I tij lidhet përjetësisht me lavdinë e luftës për shlirimin e Kosovës.
me guximin e bashkëshorësh dhe vendosmërinë për mos të dorëzuar kurrë para armikut. Ai ishte zëri i lirisë, pushka e atdheut dhe zemra e një kombi që kërkonte drejtësi. Në këtë ditë e veçantë, ne nuk e kujtojmë vetëm datën e emrinës së tij, por kujtojmë edhe idealin për cilin ai jetoi dhe ra heroikisht. Kujtojmë amanetin e tij për unitet, për dashurinë ndaj kombit dhe për mbrojtjen e lirisë me çdo çmim. Le të jetë kjo ditë një moment reflektimi për gjithë ne që të mos harrojmë kurrë sakrificën e bijve më të mirë të këtij vendi. Lavdia e Agim Ramadanit dhe gjithë dëshmorëve tanë do të jetoj përjetë në zemrat dhe në historinë e Kosovës. Lavdi e përjetshme herojët kombit Agim Ramadani, lavdi gjithë dëshmorëve të lirisë, qoftë i përjetshëm kujtimi për ta. E falenderojmë kryetarin e komunës zotin Albaniseni për këtë ditë që na ka qëndruar pranë dhe në patronatin e tij është organizuar manifestimi, mirë po kemi dhe disa donatorë që në emër të shoqatës kulturore të ditës së Agimit, kryetarit zotit Rami Bajrami dhe Këshillit Fshatit, i falenderojmë Arka Tona, kompania e sigurimeve SAS, kompania e Uidea, Gjevda Maje, Endi Center, Eko Market, Restorant Triangolo dhe kompania e udhëtimeve Tritoni Trans. Faleminderit shumë. Faleminderit zotri Qahel. Për një fjalë rasti ftojmë të parin e Gjiranit zotrin Alban Hyseni. E nderuara familje Ramadani, zonja Shukrie, shumë i dashur jetën, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteran të luftës, nderuar komandant i brigadës 138 Agim Ramadani, zoti Rustem Berisha, të nderuar general dhe bashkëpunëtar të Agimit, nderuara zëvendës kryeministre e Republikës së Kosovës, njëherë ministre e drejtësisë zonja Denika Gërvalla, nderuar ministër Andin Hoti, nderuar kryetari i DK-s zoti Abdigjiku, të nderuar deputet, nderuar kryetar zoti Aziri, ish kryetari i komunës, kryetari i degës së DK-s dhe njëherë ish deputet, të nderuar kolegë nga qeverisja lokale, drejtor e asamblesë, përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale. Nderuar këshill organizativ i shoqatës Ditët e Agimit, njëherë të nderuar edhe këshill i fshatit, të nderuar pranishëm zonja dhe zotëri. Fillimi muajit maj në Gjiljan, por edhe në gjithë Kosovën, është një kohë e veçantë. Jo vetëm se shënojmë Ditët e Agimit, jo vetëm se shënojmë festën për ditëlindjen e tij dhe për jetën e veprën e tij madhështore, po për faktin se rikthehemi në një periudhë të vështirë për popullin tonë e për vendin tonë, përmes këtyre ditëve në një kohë, përkujtojmë njeriu që dha më të shtrenjtën për Kosovën, përkujtojmë herojin e kombit, figurën e madhe të zhjegjës heroike Agim Ramadani. Në këto 3 ditë, përveç përkujtimit përfunditar që kemi sot në kubimin përmbyllës, ne Agimin e përkujtojmë në dimensionet e shumta çfarë ishte dhe ai vetë sa ishte i gjallë. Pra jo vetëm për femrën e tij si kushtetar i lirisë, por edhe për shpirtin e tij krijues e për dimensionet e tjera të jetës së tij, që mbasi nuk ishte shumë e gjatë, por ishte e lavdishme. Në kuptimin më të mirë të mundshëm, jetën e Agimit e të gjithë dëshmorëve të tjerë, ta përkujtojmë përgjithmonë, nëse nderojmë e respektojmë atë për çfarë ai ka dhënë jetën, atë për çfarë të gjithë dëshmorët kanë dhënë jetën. Uroj që të gjithë bashkë si institucione, si përfaqësues qytetarë, të punojmë e të veprojmë në të mirën e popullit tonë, në të mirën e Kosovës, e në një të kohë të ruaj për gjithmonë duke qenë bashkuar kujtimin për dëshmorët tonë. Lavi jetës dhe veprës e herojit Agim Ramadani, qoftë i përhershëm kujtimin për të.
Faleminderit zotri kryetar. Ftojmë në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, zonjën Donika Gërvala, zëvendës kryeministrën dhe ministrën e drejtësisë për një fjalë rasti. Përshëndetje të gjithëve, shumë nderuar zonja Shukrie Ramadanin, të dashur Jeton dhe Lorin, ju të gjithë familjar, miq, bashkëluftar, bashkëpunëtor të Agim Ramadanit, përshëndes në mënyrë të veçantë komandantin Rustem Berisha dhe përmes tij të gjithë ata që i qëndruan në krah Agimit atëherë kur u desh të mbrojë liria e vendit. Ju të nderuar veteran e invalid të luftës çlirimtare, i nderuar ministër Hoti, deputet të Kuvendit Kosovës, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, të gjithë ju përfaqësues të institucioneve qendrore edhe të atyre lokale. Një përshëndetje të veçantë kam për Këshillin Organizativ dhe Këshillin e Fshatit, të cilët vit pas viti vetëm sa vjen e rritet numri edhe vetëm sa vjen e mezi e presim fillimin e majit për qenë përsëri në zhegër. Familjarë të dëshmorëve dhe martirëve të Kosovës, të nderuar zonja dhe zotërinj. Sot jemi mbledhur në ditëlindjen e Agim Ramadanit, që në tingut e këmbëve të Agimit, jo vetëm ta kujtojmë, por edhe ta ndjejmë edhe një herë pranesh. Heroi në Kosovës, Agim Ramadani, nuk mund ta përmbledhësh me një fjalë. Sepse ai ishte edhe piktor, edhe luftar, edhe artist, edhe oficer, edhe njeri i ndjeshëm, edhe trim dhe i vendosur. E deshi jetën, e deshi artin, e deshi Kosovën. Dhe kur erdhi koha, zgjodhi t'i shërbejë lirisë së saj me gjithë shka që kishte. Tek Agim Ramadani fjala nuk është vetëm zbukurim, ishte bindje. Arti nuk ishte larg jetës, ishte pjesë e luftës për dinjitet. Dhe adheu nuk ishte vetëm emocion, ishte përgjegjësi. Prandaj sot, në koncertin që do të pasoj, muzika nuk është thjesht një program artistik, është kujtesë, është mirënjohje, është një mënyrë e bukur për të thënë se Agim Ramadani mbetet i gjallë në atë që krijoi, në atë që mbrojti dhe në lirinë që na la amanet. Dhe kjo është mënyra jonë për të thënë se kujtesa jonë nuk është vetëm ceremoni, por përgjegjësi. Ta ruajmë lirinë, ta forcojmë shtetin dhe ta nderojmë sakrificën me punë të ndershme për vendin. Në ditëlindjen e tij, ne përulemi para jetës së tij, veprës së tij, sakrificës së tij dhe të gjithë bashkëpunëtorëve dhe bashkëluftarëve të tij. Lavdi i qoftë për jetë Agim Ramadanit dhe të gjithë atyre që sakrifikuan jetën për lirinë e Kosovës. Faleminderit. Surprizat nuk kanë të sosur, andaj klubi hikingut Angros me përkushtim dhe respekt thellë organizoi një ecje veçantë për 63 kilometrash, një rrugtim që nisi nga Gryka e Idris Seferit, Kaçanikut legjendar, e po përëndon në zhvegrën e Karadakut Agim Ramadani. Thjesht nuk është aktivitet, është një simboliki i reflektimit sakrificën, qëndresën dhe dashurinë për atë dheun.
Ftojmë përfaqësuesin e brigadës 138 Agim Ramadani, zotrin Gjafer Gashi, për një fjalë rasti. Faleminderit. I nderuar komandanti i brigadës 138 Agim Ramadani, zoti Rustem Berisha, me lejoni që në emrin tuaj të familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe bashkëluftëtarëve, të përshëndes të gjithë të pranishmit. E nderuara familja e herojit të kombit, Shukrie Jeton Edon Lërin dhe familja e Gjë Ramadani. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalidëve, të nderuar bashkëluftëtarë, i nderuar kryetar i Gjelanit Alban Huseni, të nderuar general, i nderuar kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Dr. Lumira Bigjiku, të nderuar përfaqësues nga institucionet e nivelit qendror, Zavendës kryeministër Zonja Gërvalli, Ministër Hoti, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dolura nga lufta, i nderuar kryetari i shoqatës së veteranëve të brigadës 138 Agim Ramadani, zoti Agran Yusufi, të nderuar ju zhegran dhe gjithë ju që sot jeni mbledhur për të kujtuar ditëlindjen e të madhit herojit të kombit Agim Ramadani. Zonja dhe zotri, sot nuk është vetëm një ditëlindje, sot është një ditë kujtese, nderime dhe krenarie për të madhin Agim Ramadani. Me 3 maj lindi një djalë që nuk i përkiste vetëm familjes së tij, por gjithë kombit. Një njeri me shpirt të madh, me zemër të guximshme dhe me një dashuri të pakushtzuar për adhëm. Një artist në shpirt, por luftëtar në të vërtetë. Ai dinte të krijonte me penë e me brush vargje piktura për bukuri. Renditej ndër pikturët me renome evropiane. Po, kur ardheu, e kërkoj që ai të renditet, ai nuk pat hamendje, ishte aty. Ai nuk kërkoj arsye për të qëndruar prapa perdën dhe për të shikuar si vije liria. Ai u rendit ndër të parët. Ai nuk zgjodhi jetën e lehtë, por rrugën e sakrificave. Nuk zgjodhi heshtjen, por zërin e pushkës për liri, sepse të qartë kishte, nuk ishin vetëm fjalë, ishte betim. Me 11 prill, në betejën e lavdishme të Kusharës, ai ra heroikisht, po në të vërtetë u ngrit përgjithmonë. Agimi fitoi pavdekësinë, sepse heronjët nuk vdesin, ata jetojnë në kujtesën tonë, në lirinë që gëzojmë sot dhe në çdo hap që hedhin si njerëz të lirë mbi këtë tokë. Por për mua, Agimi nuk është vetëm histori, nuk është vetëm një emër i madh që përmendet me nder. Ai është kujtim i gjallë. Unë nuk flas vetëm për një hero, po flas për një bashkëluftëtar, për një njeri që e kam pasur pranë në ditët më të vështira, kam parë në sytë e tij vendosmërinë kur rreziku ishte shumë afër. Kam dëgjuar fjalët e tij ku na duhej kurajo. Kam dalë me të momente për frikën se ishte madhe, por besimi ishte edhe më i madh. Dhe ajo që nuk harroj kurrë është cilësia e tij në mes të studisë. Ai kishte një forcë që nuk vërtiste, por dëgjohej gjithandej. Një guxim që nuk kërkonte lavdi, por jepte shpresë. Ai ishte ai që në mbante të bashkuar, që në kujtimet pas atyre. Për tokë, për familjet tona, për të ardhmen, për lirin, për adhem.
Agimi ishte në shumë se një luftëtar. A ishte frymëzim, ishte dritë e errësirës. Ishte ai që na jepte kur aja kur lodheshim, na ngritte kur rëzoheshim, na jepte besim kur gjithçka dukej e humbur. Andaj gjaku i tij u bë dritë, u bë liri. Dhe sot, kur kujtojmë atë kohë, nuk ndjejmë vetëm dhëmbje, ndjejmë edhe krenari. Krenari që pata nderin ka një, ta kam pranë, ta kam shok, ta kam vëlla të luftës. Sepse njerëzit si Agimi nuk lindin shpesh. Dhe kur lindin, ata nuk jetojnë vetëm për vete, ata jetojnë për një popull të tërë. Sot në ditëlindjen e tij, ne nuk jemi këtu vetëm për të kujtuar rendin e tij, por për të nderuar jetën e tij, për të kujtuar sakrificën, të përforcuar amanetin që na la. Ai na la më shumë se kujtime, na la lirin, na la dignitetin, na la një përgjegjësi të madhe, na la një përgjegjësi të madhe, ta duam këto, ta duam adheun, ta mbrojmë dhe ta mos harrojmë kur çmimin që paguam për të. Le të mos jetë kujtimi vetëm një fjalim në një ditë si kjo. Le të jetë një udhëheqës për ne, për familjet tona, për brezat që vinë, sepse sa herë që përmendet emri i tij, nuk përmendet vetëm një njeri, përmendet një epokë e sakrificës dhe një simbol i lirisë tonë. Lavdi e breshme heroi Agim Ramadani. Urime ditëlindja e gjyshit Agim. Faleminderit. E për ta nderuar këtë manifestim, ftojmë nga familja Ramadani, zonjën Shukrije Ramadani. Të dashur vëllezër e motra, i dashur Vllarës të Berisha, me gjithë vëllezrit e Agimit që ishin bashkërisht në luftë për liri dhe që më bën vëllezër shpirti deri në këto momente. E dashur zënës kryeministre dhe ministre e drejtësisë, zonja e heroinës Sinjë, Suzana Gërballa dhe heroi Yusuf Gërballa, i dashur Jandin Hoti, djali i mirë i babës mirë, Urshin Hoti, të dashura zonja Zotri, i dashur kryetari i Ligës Demokratike të Kosovës, zoti Lumir Abdigjiku, të dashur vëllezër e motra përfaqësues të çdo shoqate, organizate, komune dhe qeverisë sonë lokale dhe më të lartë, të nderuar të pranishëm, të dashur fëmijë të Kosovës, ju që jeni ardhmja e Kosovës, dashuria më e madhe e atëheut tonë. Por ju erdhi këtë ditë të cilin gjenerata të tëra e ndruan. Shpresoj shumë që të dini ta gëzoni dhe të punoni për këtë ditë, nga që Kosova ka më së shumti nevojë për ju. Të ju them të drejtën, sa do të kisha dëshiruar të ishte dhe gjeri në mesin tuaj gjallë dhe të shifte se uniteti vazhdon. Pa marrë parasysh në dasive me politikë, kur jemi bashkë për mbështetara, për ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, kjo për mua është uniteti. Andaj jam i lumtur që në esin tonë sot kemi edhe djalin e Saliqekut, i cili është nga kushte i Agimit, dhe shumë djemë të heroinëve dhe vajzat të heroinëve që vazhdojnë rrugën e prindërve të tyre. Uroj që kur mos ketë nevojë për fush, por ju që jeni të gjallë, duhet me dituri, njohuri dhe dashuri të mbrojni këto vlera. Ju falenderit shumë për prezencën tuaj, falenderoj organizatorit, gjithë të pranishmit dhe këngëtarit që çdo vit, që 27 vite me radhë na gjenden afër pa kompenzim fare. Falenderit të gjithëve për pranimin tuaj. Falenderit.
Kosovë, valet ngrihen pesh. Këto e nga vargjet e agimit. Në një intervjistë e ka përmendur se agimi si simbol komiteti e ka parë ushqin votin. Andimin e kena këto. Lefan, të gësmoni të ta morë, kja dërosh Andinin nga që e Lefan dhe shpesoj të ta meritoj edhe më shumë e punën e ti. Kryetari I shoqatës kulturore Ditët e Agimit, Zoti Rahim Bajrami, ndan mirënjohje. Për kontributën e dhënë në manifestimin tradicional Ditët e Agimit, shoqata kulturore ndan mirënjohje për zënën e madh të Kosovës të shkurt e fejza. Të pandashme, falenderojmë nga zemër për pranimin e saj dhe zërin e saj të bukur dhe ruajtjen e identitetit tonë kulturor përveç Kosovës. Faleminderit shumë për mirënjohjen. Edhe për mua e ka një vlerë të jashtëzakonshme kjo mirënjohje sepse Agimi përveç trim luftëtar ka qenë edhe artist. Agimi I dha jetë lirison. Prandaj këtë mirënjohje unë do ta marr me respekt të veçantë. Faleminderit shumë, jam e nderuar. Faleminderit. Për kontributën e dhënë në zhvillimin e kulturës dhe emancipimin e femrës të artit muzikor, ndajmë mirënjohje për Aisha arsimtarin e të njerit post-mortem në Sufi Sufi. Shtrojmë antarin e familjes e Sufi dhe parasitë të sen të rangë jure. Pak na post për qëj dy, këtyra në të do të qashtë. Mirës. Nësa, familja e Ramadanit jep mirënjohje të thellë u Salut, cili e falenderojmë për mbështetjen e ruajtjes të vlerave kombëtare, solidaritetit dhe vlerave që ofroi sot për ne, me moralin, cilin e zbuluam sot në shkolla fillore në Zhegër, dhe flamurin e madh gjigant në emër të ushtrisë sonë qytetare. Ftoj u Salut të pranojë mirënjohjen. Që ke bëjt të kërës pak nga postë dhe në qashtë? Mira. Gjithashtu mirënjohje ndohen edhe për rrëbën me taj Gjilan, zotin Abdy Gjergiun në bërë tregun Gjilan, zotin Bajush Azemi, DPD, Linda Group, Apstoni Gjilan dhe ftoj
Idris Berishën që ta pranoj Mirjoja, nëse është këtu. Gjithdo ma poshtë dhe që dhe pak, qështu edhe pak, qatit, qashtë. Mirë shumë. Një falemderit dhe të dërdoj pesta. Gjithdo, kalli qatit, qënë më nështë. Tani do t'ju njoftoj me aktivitetet që u shënuan 9 ditët e para të manifestimit Ditët e Agimit 2026. 9 ditët e para të manifestimit u përshkuan me aktivitete sportive në futboll të vogël me moton edhe me sport e kujtojmë Agimin, ku morën pjesë 34 ekipe. Vendi I parë I takoi ekipit Kenan Halimi nga Skiftera I të Vitis. Me 2 maj u shënua me krijimtari letrare Muza e Agimit, e cila mblodhi poetët nga gjithë trevat shqiptare. Poetja Plejda Plangarica nga Shqipëria fitoi këtë garë letrare me poezin Puhi Drite. E tani fillojmë me pjesën e dytë artistike të programit. Ftojmë në skenë grupin Karadaki me koreografin Ram Isufi dhe Lorik Sülejmani.
Ftojmë në skenë këngëtarën e mirënjohur të estradës muzikore Shkurte Fejza.
këngëtare Nazmie Demolli dhe me njëherë pasaj të paraqitet në skenë Hysni Klinaku me këngën për agimin. Teksti I shkruar së fundmi në Hag nga Recep Selimi. Shunga goje
Kosovës së dashur, ia thot dy fjallë, Mishanin e pushkës, kur e vula në sy, qof malku emrim, mos te qabër ty, për atë unë e dashur, për flamurin e tim, unë qahun hua jap, t'ju bëhet shkëllësim, Mishanin e pushkës, kur e vula në sy, qof malku emrim, mos te qabër ty, për atë unë e dashur, për flamurin e tim, unë qahun hua jap, t'ju bëhet shkëllësim. Trima si kur shpata, mprehur për atë dhe, Agim Ramadani, shqipe për mire, Kaptana i Kosovës, betuar në flamur, zemër shqiptaris, se duron atë kur, rezën e Agimit, as kush s'mund t'a ndal, Kosovës së dashur, ia thot dy fjallë, Mishanin e pushkës, kur e vula në sy, qof malku emrim, mos te qabër ty, për atë unë e dashur, për flamurin e tim, unë qahun hua jap, t'ju bëhet shkëllësim, Mishanin e pushkës, kur e vula në sy, qof malku emrim, mos te qabër ty, për atë unë e dashur, për flamurin e tim, unë qahun hua jap, t'ju bëhet shkëllësim, unë qahun hua jap, t'ju bëhet shkëllësim. Ftojmë Nxenin dhe Sinanin me duetin Kosovë e Adem Jasharit e pas tyre këngëtarën Inka Dema.
Zhegra dhe Karadoku i Idris Seferit, Agim Ramadanit, Vllazri Mukshini, nuk i ka merë borç njët kur kërkuj, ja japëm hakun edhe flamurtarit, të ushtrisë qeverimtare dhe CEF Kosovës dhe ka shqiptar Muhamet Kuka. Ky flamurtar është pasardhës i Bajram Lufcës, i cili para lufte me çdo eveniment kombëtar ka pas flamurin kombëtar, ndërsa Muhamet Kuka flamurin e ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Faleminderit shumë. Ftojmë në skenë këngëtarin e mirënjohur të estradës shqiptare Ismet Bexhetin me këngë për agimin, e pas ti manifestimin e përmbylli me yllin e estradës Gold e Gji. Të nderuar të pranishëm, faleminderit për pjesëmarrjen e
Borgjet e kangës, kush po i thurë, ata që si lan kun atë dheut mur. Pa zot shpije, kjo tok s'ka me med, vjen djali hysniut e nanës vet. Shpërthen dëshira, si kur vulkani, kur bohon bashk zhegrajt e qani. Po ma don zemra, pushkën te dora, nga diasporat e ti rrugën e mora. Pra dije armik se këta jemi ne, tash po e shkrujmë një histori drej. A dheu është i atyne që e dojnë, veç mvarët prej neve për to qa bojmë. Agime trimi për qërza, o prej Karadakut, zalin zjerë ma hakun va, pa mu teru në gjaku. Zani prej Koshares, pa vjen si Orteku, kuje Agim Ramadani, kuje Sali Qeku. Të armiqve, ku bonën varre, të merri qetnikve është emri koshare. Për luftën e trimit, ka nga kur thuet, pulsat se bojnë as gjumin qysh duhet. Vitet kalojnë, e kalon kjo jet, trimi nuk plaket i ri ka me met. Unë jom Agimi, e të marë si Orteku, prej toke e heku, lirin ku shepreku. Trimin Sali i nxalle kom qebesa, kem lan shufmi plot nipa e mbesa. Si kur dysy, marujat lirije në sefir, a dheu na vim për sëri. Agime trimi për qërza, o prej Karadakut, zalin zjerë ma hakun va, pa mu teru në gjaku. Zani prej Koshares, pa vjen si Orteku, kuje Agim Ramadani, kuje Sali Qeku. Armik se këta jemi ne, tash po e shkrujmë një histori drej. A dheu është i atyne që e dojnë, veç mvarët prej neve për to qa bojmë. Agime trimi për qërza, o prej Karadakut, zalin zjerë ma hakun va, pa mu teru në gjaku. Zani prej Koshares, pa vjen si Orteku, kuje Agim Ramadani, kuje Sali Qeku. Sa i bukur Karadaku, duke në kamer. E në Kosovë po vi, se zduroj mo me sa dhe Borgjet e kangës, kush po i thurë, ata që si lan kun atë dheut mur. Pa zot shpije, kjo tok s'ka me med, vjen djali hysniut e nanës vet. Shpërthen dëshira, si kur vulkani, kur bohon bashk zhegrajt e qani. Po ma don zemra, pushkën te dora, nga diasporat e ti rrugën e mora. Pra dije armik se këta jemi ne, tash po e shkrujmë një histori drej. A dheu është i atyne që e dojnë, veç mvarët prej neve për to qa bojmë. Agime trimi për qërza, o prej Karadakut, zalin zjerë ma hakun va, pa mu teru në gjaku. Zani prej Koshares, pa vjen si Orteku, kuje Agim Ramadani, kuje Sali Qeku.
Kam përmendur se agimi si simbol uniteti e ka parë Ukshin Hotin, Andinin e kena këto. Jeton, të lësë mami të damor, kja dërosh Andinin nga që e meriton dhe shpesër dhe ta meritoj dhe më shumë e punën e ti.